Vion operacioni policor i koduar koordinatat kundër kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në territorin e 6 njësive administrative u gjetën dhe asgjësuan 4291 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Procedohen penalisht 5 kryetar fshatrash për veprën penale shpërdorimi detyrës. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike Shkodër vijojnë me intensitet kontrollet në të gjithë territorin e qarkut në vijim të operacionit policor të koduar koordinatat, me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve në territorin e Njësisë Administrative Pult, Anamalit, Shosh dhe Shal, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën dhe asgjësuan 4107 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në vijim të veprimeve proceduriale u referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për kryetarin e fshatit Nën Mavriq, shtetasin LL, kryetarin e fshatit Pecaj, shtetasin DV, për kryetarin e fshatit Gimaj, shtetasin PSH, për kryetarin e fshatit Abat, shtetasin NM, për kryetarin e fshatit Lekaj, shtetasin PS. Në territorin e Njësisë Administrative Shal, shërbimet e komisariatit të policisë Malësie Madhe gjetën dhe asgjësuan 60 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në territorin e Njësisë Administrative të Mal, shërbimet e komisariatit të policisë Vaudejës gjetën dhe asgjësuan 124 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të bimëve narkotike. Operacioni antikanabis i koduar koordinata vijon në të gjithë territorin e qarkut Shkodër.